Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi gjatë fjalës së tij në seancën plenare ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për lidhje korruptive me biznesmenin Ronje Fed. Ky i fundit sipas Kolliçit akuzohet për mashtrim me vlerë $6.7 milion nga një biznesmen amerikan. Gazetarët kishin arritur të faktonin se Edi Rama më datë 8 tetor të vitit 2020 kishte udhëtuar për në Paris. Kryeministri i vendit tonë të ejnëten e 8 tetorit të vitit 2020 nuk kishte udhëtuar për një agjencë zyrtare drejt Francës. Edi Rama në atë të ejnëte parlamenti, si kundër ndodh për herë, ndodh edhe sot, nuk është prezent në sallë, kishte udhëtuar drejt Parisit për të festuar ditëlindjen e bashkëshortes së miku të tij Ron Jefet. Ky, të dashur shqiptar, nuk është thjesht një udhëtim miqësor, por rezulton se do të jetë dhe prova e pushtetit e të akuzuarit për mashtrim Ron Jefet, për t'i zhvatur një shtetasi amerikan, Mark Feist, plot $7.6 milion. Pra të nderuar qytetar, ky udhëtim i faktuar mbrëmjen e djeshme është prova që lidh drejt për drejt dhe fakton lidhjen korruptive të Ron Jefetit dhe të kryeministrit shqiptar Edi Rama. Sot miku mashtrues ka në dorë fatin e industrisë të armëve në Shqipëri. Me 2 VKM nominale, Edi Rama ka lënë në dorë të Jefetit jo vetëm këtë industri, por dhe fatin ton në NATO. Ndër të tjera ai thot se lidhja e Ramës me biznesmenin është rrezik për sigurinë kombëtare dhe se kryeministri duhet të paraqitet në kuvend dhe të përgjigjet pyetjeve të drejtuara nga vetë Kolliçi. Dhe të përgjigjej për pyetjet publike që i kam drejtuar prej 3 ditësh kur kam denoncuar lidhjen e një kontrate midis kompanisë SMX dhe kompanisë R&I Trading në New York në pronësi të shtetasit Ron Jefet në janar të vitit 2024. I ribëj dhe njëherë pyetjet nga kjo sallë kuvendi drejtuar kryeministrit Shqipërisë. A është Shqipëria vendi antar i NATO-s në kontratën e paspecifikuar me SMX dhe kompanisë mashtruesit Ron Jefet? Në rast se është Shqipëria ky shtet, në cilën procedurë ligjore konkurruese është përzgjedhur kompania e Ron Jefetit për të bërë ndërmjetësimin për vendin tonë në një kontratë me antarin e NATO-s? Apo rrezikon kreu i qeverisë shqiptare sigurinë kombëtare dhe atë të partnerëve në aleancë, duke lënë në dorë të akuzuari për mashtrim industrinë e armëve të Shqipërisë? Deputeti demokrat deklaroi po ashtu se PD do të referojë materiale në SPAK për të faktuar të gjitha denoncimet e bëra publike, madje edhe për panelet fotovoltaike për të cilat hodhi akuza se mund të jenë në pronësi të disa zyrtarëve në sallën e kuvendit apo jashtë saj. Partia Demokratike do t'i referojë të gjitha materialet në SPAK për të faktuar katërcipërisht çdo deklaratonën publike, apo qoftë për panelet fotovoltaike që mund të jenë pronësi të një pjesë në këtë sallë brenda apo një pjesë jashtë saj salle, Partia Demokratike po shqyrton një material voluminoz dhe do të hartojë një kallëzim të detajuar në raport me të gjithë konfliktin e interesit, shpërdorimin e detyrës dhe përfitimin e palishëm të gjithë aseteve publike, por dhe marrjes së kontratave nga zyrtar, familjar dhe të afërm të shtetarëve sot, drejtuesve të shtetit, të funksionarëve të Partisë Socialiste dhe të funksionarëve të qeverisë. Kështu që siç koha e ka treguar, kur ne flisnim qoftë në rastin e Bashkisë Tiranë që unë referova për bandën 5D, kur ne flisnim për hajdutët që ndodheshin të imunizuar brenda zyrës Bashkisë Tiranë dhe anatemoheshim dhe ngriheshim pikpyetje, koha tregoi se çdo denoncim i yni ka qenë i vërtetë dhe vijon të jetë i vërtetë. Kolliçi tha se PD po shqyrton një material voluminoz dhe do të hartojë një kallëzim të detajuar në raport me të gjithë konfliktin e interesit, shpërdorimin e detyrës dhe përfitimin e palishëm të aseteve publike si dhe marrjes së kontratave nga zyrtar, familjar të tyre dhe të shtetarëve sot funksionar të Partisë Socialiste dhe të qeverisë.